27 tetor, e hënë, ngriu në luftoni për vendin tuaj. Sot që në mëngjes ka marrë emailët e lajmeve kryesore amerikane dhe fillojnë e kanë kthyer në diçka qeshorake deklaratën e kryeministrit Edvin Rama që Djelza ka ngelur 7 zanë dhe të ketë 83 fëmijë. Qeshorake. Vjen jo shumë kohë mbas asaj kur Washington Examiner e cilësoi kryeministrin tonë si Noriega. Ndërkohë që zëvendës kryeministja duket se është në rrugën e Tigrit dhe Arthur Blair do të ishte i famshëm sot, George Orwell, me fermën e kafshëve, kopshë zoologjik i kafshëve të kabinetit Rama çmendur. Dhelpra, tigri, hienat, dhe kujton se një vajtje në Bullgari do të shpëtoj. Bullgaria shpeshherë cilësohet si aleati i fshet i Rusisë në NATO, por do të flas më gjatë fokusit sot. Këtu në Amerikë është një javë e rëndësishme, ndërsa përçmuesit e Trump vazhdojnë të fiksohen mbas rinovimeve të shtëpisë bardhë dhe deklaratave të ndryshme provokuese që presidenti bën të paktën 8 herë në ditë, ndoshta java më e rëndësishme në presidencën e Trump po shpaloset. Kina është çelësi i së ardhmes së Amerikës dhe ndoshta dhe botës. Qeveria Kinës e Pekinit është bezdisëse, padyshim. Disi si Donald Trump, udhëheqja kineze kultivon polemika, duke e përdorur peshën e saj në një sër mënyrash negative. Kina i mundson kriminalit luftës Putin të vazhdoj pushtimin e tij të çmendur Ukrainas. Pekini terrorizon Tajvanin për pak fitim. Kinezët po ndërtojnë një infrastrukturë të madhe militariste, pavarësisht se nuk kanë kërcënime ndërkombëtare. Pekini lejon që pararendësit e fentanilit të prodhohen në tokën kineze. Pekini armatos Iranin, u mohon të drejtën e procesit rregull ligjor 1.5 miliard qytetarëve dhe fshatarëve kinez. Pra këta nuk janë njerëz të mirë. Por disi, presidenti Trump mund të jetë në lloj gjendje ta zbusë shumë nga kjo me 2 përjashtime: Tajvanin dhe shtetin policor kinez. Këto nuk i ndryshon dot. Kur Bill O'Reilly udhtoi për në Pekin majin e kaluar, ai paraqiti një qendrim të ri byros politike, një partneritet me SBA-n për paqe dhe prosperitet. Nëse 2 vendet më të fuqishme në tokë do të punonin së bashku për të zbutur dhunën e pamend dhe kaosin ekonomik, bota do të bëhej shpejt shumë e qëndrueshme. Nuk ka nevojë që Pekini të mbështesë psikopatin Putin ose të përfshihet në biznesin e narkotikëve. Kryetarët kinez mund të binden të ndryshojnë taktikat nëse afrohen marrëveshje të mira tregtare. O'Reilly e ka informuar presidentin Trump rreth bisedave në Pekin me byron politike dhe O'Reilly mbetet shpresë plot se Trump dhe presidenti Xi do të arrijnë një marrëveshje pozitive në Korenë e Jugut. Kjo është historia më e rëndësishme e lajmeve këtë javë. Për sa i përket rinovimeve që po kryen tek krau lindori i White House, natyrisht që Trump është narcisist, showman, dhe shpenzimet fillimisht u thanë $200 milion, do shkojnë $300 milion, por asgjë nga buxheti do të jenë me donation, me donacione. Ndërkohë që Barack Obama ka shpenzuar $376 milion nga buxheti për të bërë ristrukturimin e shtëpisë së bardhë. Askush nuk merret me të. Në pamje të parë duket se është diçka grandioze, i bëjnë një paralele që diçka të tillë ka bërë Hitler me një dhomë ballo vallëzimesh të mëdha dhe një bunker. Shtëpia e bardhë ka bunker, po do të modernizohet. Ajo që mua jo më habiti, po më la një përshtypje është që Washington Post, gazetë ultra e majtë radikale, në editorialin e saj mbështet zotin Trump. Nuk jetojmë në Amerikën për para 100 vitesh,
Pra duhet përshtatet dhe shtëpia bardh me fuqin, me modernën, për ta paraqitur sa më të fortë dhe të fuqishme qendrën e botës. Mund ta bënte edhe ndonjë president tjetër. Mund të bëjë edhe ndryshe. Por Trump këtu ndryshon nga Biden apo nga Kamala Harris. Ai ekzekuton, vepron, edhe pse në pamje të parë shumë veprimet e tij duken të paligjshme. Por orientimi i tij në një kabinet që është si kabinet mesjetar për ulës ndaj tij është veproni gjatë rrugës mund të gjejmë se si ta justifikojmë nga ana ligjore. Shansi i tij është që Gjykata Supreme është 6-3 për të djathtët amerikanë. Deri tani Trump ka fituar thuajse në çdo gjë. Ka ngelur pezull në Gjykatën e Apelit për tarifat, pra Gjykata e Apelit nuk i ka dhënë drejt Trump që të vendosë tarifa për Kongresit, por ende ato funksionojnë. Në qoftë se do të kthehet pas nga Gjykata Supreme, çdo të ngjas. Do të kthehen miliardat e dollarëve t'ju jepen përsëri importuesve. Me tarifat Trump po luan fort, por liderit ndërkombëtar kanë gjetur mënyrën se si ta lajkatojnë, si sa ta përkëdhelin me çmimin Nobel. Realizojnë marrëveshje paqe me firmën e tij për të ngacmuar egon e tij, që unë vazhdoj të bëj paqe pafund. Larg qoftë që Rama nuk ka folur me Mitsotakisin, sepse ata kanë një ligj lufte me ne dhe përmes Trumpit mund vendosej paqja midis Shqipërisë dhe Greqisë, dhe larg qoftë që Rama të shkonte në shtëpinë e bardhë. Nuk besoj, mbas talljes dhe sharjes shumë të ulët ndaj presidentit Trump, i ka shkuar kot edhe falja e Sazanit dhe dëshirat të tilla për të marrë më shumë. Zvendës kryeministri Balluku me makinacionet e vizitave të rëndësishme shtetërore jashtë Shqipërisë. Aprovoi që të qëndronte në Zvicër dhe ata se pranuan, a kontaktoi me zyrën të avokatisë të Tigrit, dhe përse janë këto ligje në Shqipëri? Në Amerikë, në qoftë se prokuroria, FBI ka diçka, arreston senatorin. Madje e Burgos, si ishte rasti Menendez. Mbas lajmit që vjen, s'ka pse të ketë kërkesë në parlament për të hequr imunitetin, kur dihet që Rama ka 83 kopila djellëzës aty. Minimumi do t'i jap dorëheqjen. Miliona e miliona dollar, mbasëm shumë se miliona, kanë kaluar nëpër botë, flitet deri këtu, deri në Amerikë, New York, Michigan. Por agjencitë ligjvënëse, ligjzbatuese dinë gjithçka. Në çdo vizitë, ajo Rama, ta borri tyre që vinë këtu, janë survejuar. Në çdo lëvizje financiare. Këta godasin kur duan. Natyrisht që historia përsëritet 2 herë, si tragedi ose si komedi. Kur Kadri Azbiu kuptonte se do të vinte një flet paraqitje tek spaku i Hoxhës asaj kohe, është orvatur me gjithë familjen e tij, ka bërë një shëtitje në Divjak me një bark peshkatarësh, me idenë mbase për t'ikur. I vetmi që pati sukses ka qenë Panajot Plaku. Ish zënës kryeministri i Hoxhës Balluku ndonjë për disa muaj në Kinë, me shpresën se mund të merrte strehim në Kinë, por sa erdhi vendosën prangat. Në Shqipëri është hequr dënimi me vdekje, me pushkatim, me varje, nuk ka. Shqiptarët ditën më të lumtur në këto kohët moderne kanë pasur kur arrestuan një figurë mediokre si Veliaj. Do ta kenë edhe me Ballukun. Përse të mos ketë dënim me vdekje për korrupsion? Se ju duket habi. Është krimi më i madh që kryhet në Shqipëri. Miliarda dollar të vjedhur. Singapore ka pasur. Jemi në stade që Shqipëria kërcënohet në të ardhmen e saj pikërisht nga kopilat e djellëzës, mos drejtpeshimi psiqik i kryeministrit,
dhe vjedhjes masive të njerëzve rreth tij. Në 12 vjet ka pasur buxhet 70 miliardë euro. Në qoftë se jeta e shqiptarëve është më e mirë, ta gëzoni. Dhe të vraposh si karagjoz në për skena botërore, duke ngritur si shpike të madhe një ministre të inteligjencës artificiale, kur nuk ke 24 orë ujë në kryeqytet, është thjesht një budafori, një cinizëm, një turpshëm. Dhe ndërkohë merren me probleme anësore. Duhet dorëzohet pasaportat akuzuarës numër 2 të qeverisë. Mos leji të ikë si tigri, t'jap llogarit, më përgjegjësitë të konfiskohen pasuritë, bllokohen. Janë miliarda dollar. Dihet kompanitë e oligarkëve që janë afër të saj. Ajo ka marrë përsipër mbasi të firmos në emër të Ramës. Ashtu siç kishte Ahmeta më parë. Nuk është si në kohën e Nanës, kur kishin dinjitet zëvendës kryeministrat dhe hiknin, largoheshin. Si Qiku dhe Cani, mandatin e parë të Ramës. Rama i ka braktisur gjithë figurat e mëdha të Partisë Socialiste Nanës. Dhe kabineti i tij është me anonim, mediokër, që s'kan asnjë lidhje as me socialdemokracinë, po thjesht me një lloj baraktarizmi kusar, vjedhës dhe nënshtrues ndaj dikujt që është kundër çështjes shqiptare, kundër çështjes shqiptarëve në Kosovë, shumë afër me Beogradin e Vučić. Por, si shton Shkodranët, të rrit menja, dhe i gafën e ka bërë. U tall keq me Trump. Departamenti Amerikan ka nisur të plotësoj vendet vakant. Kanë filluar figura djathtë. Po vazhdon seria e nominimeve për ambasador, ende nuk kanë Shqipëri, tregon në indiferencën e donit madh ndaj nesh, dhe Shqipëria vazhdon në nivelin e tretë si ambasadë. Do të kemi. Natyrisht që në Shqipëri nuk mund vi emrim politik, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Por me donacione mund vinë të gjithkush. Le të shpresojmë që personi që do të vi, të jetë profesionist dhe të ndihmojë çështjen shqiptare. Lidhur me reformat zgjedhore, ka 30 vjet që tallen. Sistemi zgjedhor mban në fuqi gjithmonë atë që është mbështet. A duhet të na ndihmojnë ndërkombëtarët? Unë them se po. Jo thjesht me SPAK, jo thjesht me arrestime dhe burgosje, por me zhbllokim të sistemit zgjedhor për të sjellë një klasë të politike dhe për të sjellë njerëz që janë me drejtën, janë me ndershmërinë. Korrupsion do të ketë gjithmonë. Por në qoftë se do të jetë ndëshkimi ekstrem, do të zvoglohen dhe do të jetë mirë në favor të Shqipërisë. Them edhe njëherë që është javë e rëndësishme takimi Trump me presidentin Xi, ka mundësi që Kina me një dhëntante me Amerikën të ndryshojë rendin botror, të jap fund mbështetjes për Putin, i cili fillon dhe reklamon raketat bërthamore, ndërkohë që të gjithë e pa nivelin e ushtrisë së tij me tanket që ngelen të bllokuara, kur gjithë mendonin se për 3 ditë do të merrte Kievin. Korrupsioni e ka gryer sistemin e Putinit dhe Rusia nuk është bashkimi sovjetik. Por industria e luftës, kompleksi ushtarak industrial, do të dëshironte që konflikti të zgjaste thuajse 10 vjet, aq sa amerikanët ngelën peng në Afganistan. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.